Shkodra përkujton sot 14 janari 1990, një nga datat me domethënëse të historisë së saj të re, kur qytetarët u mblodhen në një demonstratë të heshtur për të rrëzuar bustin e diktatorit Josef Stalin. Sot 36 vite më pas, protagonistët e asaj ngjarjeje historike kujtojnë me emocion ditën kur Shkodra u bë zëri i ndryshimit. Megjithatë, shumë prej tyre shprehen të zgënjur nga politika dhe nga mënyra se si janë trajtuar idealet për të cilat u sakrifikuan. Shkodra i kërë detyra dhe veta mas miri. Bani demonstratën në parë, bani 16 qershorin, bani hapjen e kishave të xhamive, bani 13 dhëtorin në rrëzimin e bustit të Enverit, bani 2 prillin. Tu bë demonstrata parë, dolën për të zu sistemi komunist diktaturën, por edhe u shgënjym. Ardhen do që nuk ishin antikomunista, ishin komunista të kthym demokrat. Pajt merri vitit 19 ashtë edhe sot. Jena plak detyrimisht, jena kanë me plak zezë, sot jena me plak bardh. Lemen komunizëm e padesim komunizëm. Shkodra normalisht qytet ka meritet e veta historike, jo vetëm 14 janarit, por të gjithë periudhës së komunizmit. Jena të zhgënjym, ishim idealista, dhe vazhdojmë të nesim idealista, nuk kena arrit alon ata parametrat që ka bota perëndimore. Në atë kohë, qindra shkodran dolën në shesh për të shprehur kundërshtimin ndaj regjimit komunist dhe për të kërkuar liri, demokraci dhe dinjitet njerëzor. Demonstrata u zhvillua në heshtje, por mesazhi i saj ishte i fortë dhe i qartë, fundi i frikës dhe fillimi një epoke të re.